Policia e Shtetit të Bashkuar të Amerikës ka konfirmuar se personi që vrau 6 persona dhe plagosi 7 të tjerë në një kampus universitar në Santa Barbara të shtunën është 22 vjeçari Elliot Rodger. 22 vjeçari student ishte i biri i regjisorit hollywoodian Peter Rodger. Gjatë një konferencë, policia thanë se Elliot Rodger kishte vrarë më parë me thik në banesën e tij 3 persona të seksit mashkull. Më pas me makinën BMW kishte ndalur në kampusin e universitetit ku qelloi me breshëri dhe vrau 2 vajza dhe një grua. Gjatë kontrollit në banesë, policia i gjeti 3 pistoleta. Pas shkëmbimit marrëmzjarri me policinë, Rodger u gjeti vdekur brenda automjetit të tij. Ai kishte marrë plumb në kokë, tha policia. Në një konferencë për shtyp pas ngjarjes teksa jepte detaje për vrasjen makabre, sherifi i Santa Barbaras Bill Brown e përshkroi atë si një ngjarje incident kaotik me disa skena krimi. Hetuesit janë duke analizuar për vërtetësinë një video në YouTube në të cilën një njeri që identifikon veten si Elliot Rodger i ulur në një makinë thotë se do të marrë hak kundër njerëzimit. Sipas policisë, autori i sulmit dyshohet se vuante nga probleme mendore.